Një 41 vjeçar është arrestuar nga policia në Lezhë pas një ndjekjeje që nisi në fshatin Torovic dhe përfundoi në Malecaj. Sipas policisë bëhet fjalë për Arben Mhillajn, i cili dyshohet se qarkullonte i armatosur me një automjet blinduar. Operacioni nisi pas informacionit të siguruar në rrugë operative se një person me rrezikshmëri të lartë po lëvizte i armatosur në zonë. Efektivët i kanë bërë shenjë 41 vjeçarit që të ndalonte, por ai nuk është bindur urdhrave të policisë. Sipas të dhënave të hetimit, Mhillaj ka përshpejtuar automjetin duke rrezikuar punojësit e policisë dhe është larguar me shpejtësi. Efektivët janë vënë në ndjekje të tij në rrugët e disa fshatrave të Lezhës deri në momentin kur kanë mundur të bllokojnë në fshatin Malecaj. Gjatë tentativës për të shpëtuar ndjekjes, 41 vjeçari dyshohet se ka hedhur nga drejtari automjetin, një armë zjarri tip pistolet. Arma është sekuestruar nga policia si pjesë e provave materiale të çështjes. Arben Mhillaj rezulton të ketë precedent penal të mëparshëm, ndërsa ndaj tij janë evidentuar raste të lidhura me kanosjen dhe kundërshtimin e punojësve të policisë së shtetit. Në kuadër të hetimeve, policia po verifikojnë gjithashtu lidhjet dhe rrethanat që lidhen me familjarët e tij. Arben Mhillaj është vëllai Florian Mhillaj, 36 vjeç, i cili është padur në kërkim ndërkombëtar dhe dyshohet si autor kryesor i masakrës së Balldrenit, ku mbetën të vrarë bashkëshortët Kresnik dhe Kentiana Mujeci. Hetimet për ngjarjen në Lezhë vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e rastit, ndërsa materialet procedurale do t'i referohen prokurorisë për veprimet më të mëtejshme.